Rizarta ka nevojë për aktualitetin tënd të socialin, sos na ke dhënë. Që është ndër aktualitetet më të rëndësishme që mund të diskutojmë sot, se Bledi e preku pak, duhet flasim pak më shumë për gjeneratën Z. Dhe sa duhet flas për gjeneratën time, sepse brenda një jave u kryen 2 vetvrasje nga 2 moshatarë të mit, nga një vajzë 19 vjeçare në gjimnaz, e cila kreu vetvrasje dhe në Durrës i dha fundjetër sepse thuhej se u shokua nga i dashuri, por motivet e vetvrasjes nuk janë aq të rëndësishme sa ç'është vetë akti i vetvrasjes. Dhe njëkohësisht edhe në Shkodër kishim një 27 vjeçar që i dha fundjetës së tij. Dhe është për të ardhur keq që në Shqipëri temat e shëndetit mendor trajtohen, apo vetë shërbimi i shëndetit mendor trajtohet si luks dhe nuk trajtohet në mënyrën që duhet trajtuar. Sepse në fakt në Shqipëri është më lehtë të gjesh një lokal, gjesh një qendër estetike sesa të gjesh një qendër funksionale për shëndetin mendor. Në vërtet ja do e pranoje që ki probleme? Patjetër, dhe prandaj duhet organizuar. Nuk ka qendra pa fund. Më lër të mbaroj. Nuk ka qendra pa fund. Më thuaj ti një qendër që është pa fund. Duhen qendra funksionale. Prandaj e vendosa tek funksionale, ku të ketë psikolog apo terapist, nëse shteti nuk ka mundësi ta bëjë këtë falas, të shërbim falas, të paktën ta bëjë me kosto minimale për të rinjt. Sepse vërtet ne jemi një shoqëri, jemi një brez i cili po rritet me presion të vazhdueshëm. Vërtet ju brezi juaj thoni që ne jemi një brez i lodhur, jemi një brez i vërtet, por ne po jetojmë në një presion të vazhdueshëm. Ne kemi presion ekonomik, presion financiar, jetojmë në një botë digjitale, mediatike, ku të gjithë krahasohemi me njëri tjetrin dhe shikojmë arritjet e njëri tjetrit, dhe nuk është për tu habitur fakti se ne jemi një brez i depresionuar, jemi një brez në ankth dhe jemi një brez që përballemi më shumë me stresin se sa janë përballur brezat paraardhës. Dhe prandaj duhet të merren masa. Kush ta ka thënë këtë? Unë e përjetoj, nuk ka nevojë të ma thot njëri që unë ta shikoj dhe ta... Nuk jemi në të njëjtat kushte. Nuk jemi në të njëjtat kushte, patjetër. Në shkolla shqiptare shërbimi i falas. Më thuaj ti ku funksionon psikologu, vetëm nëse shkruhet vetëm si emër në letër dhe psikologu i shkollave nuk e bën detyrën e tij. Ka vetëm emra nëpër letra dhe askush nuk e bën punën si forumi i grave të PD-s tani po qajnë halle. Duhet ta bëjmë. Më tregon që Instagram çka ke postuar herën e fundit. Unë pas kam postuar një kritik për shtetin, në fakt dhe është mbështetur shumë nga qytetarët. E ke parë? Kam postuar një debat me ty, Bledi, dhe është mbështetur shumë nga njerëzit. Kjo e çështjes së shëndetit mendor, unë mendoj që ka nevojë për shumë vëmendje për mirë Rizarta. Duhen bërë edhe fushata nga institucionet. Duhen bërë edhe fushata nga institucionet që njerëzit të edukohen dhe të kuptojnë që nuk është turp të kërkosh ndihmë, nuk është turp që të thuash jam i stresuar dhe të shkosh te psikologu apo te terapisti. Kemi nevojë për fushata informuese. Po pse duhet ta shpëtojmë botën më rrezik? Mos fol. Mos e sulmoni më të dy. Albatro, pse sulmoni të dy ato ju sa Jo, sepse duhet të dëgjohen, nëse do më shpëtu botën, për të dëgjuar për çfarë duhet ta përdor. Ta përdor në mënyrën që e përdor një debatit, pjesë e debatit të cili piktyre ka scenariu të psikologut të psikiatri. Nuk kam nevojë të shkoj as në psikolog, në mënyrë që të ngrej një shqetësim që është në brezin tim. A ke shkuar në një ditë për terapi klinike? Po s'është smur kjo, mos e na bidet ti. Ajo thot kush ka probleme psikike. Po më njëri që ka problem psikologjik apo problem mendor. Ti vetë në kish dhe në xhami, do të thëj smur. O ti zotri, ki parasysh gjë. Problemi i Shqipërisë sot, edhe dëgjoj me vëmendje mirë ti dhe të gjithë njerëzit, do jetë problemi i shëndetit mendor. Kaq për moment. Por është global, nuk është vetëm Shqipëri. Unë për ditë takoj psikologun. Po kam ose te psikiatri. Ha pra. Që the ti që përmlodhe tash Manush është shumë e vërtet në kohën që po jetojmë. Po pra, po. Arsyeja është se ne jetojmë në një burg mendor që janë në smart city-t në të cilat na kanë futur në këto lloj rezervatesh eksperimentale ku me ne eksperimentohet nga elitat që kontrollojnë shoqërinë njerëzore nëpërmjet kontaminimit ose elmimit të ajrit, nëpërmjet atyre që unë i quaj gjithmonë me chemtraile që na godacin pa pushim çdo ditë. Një sasi parash, penzimesh për elmimin e të gjithë banorëve dhe kafshëve dhe barit ku shehen kafshët dhe nëpërmjet popullsirështohet, ka vaj 8 miliard banor. E dyta, na godacin me kulturën me të cilën po rritet breziri.
ti femër bjerë derë, kështu që duhet të lyes qetullat me deodorantin që prodhojmë ne, i cili përmban kimikate shumë të dëmshme që nëpërmjet gjendrave tytynë dhe të shkaktojnë kancerat të ndryshme. Ti femër duke shumë e shëmtuar kështu pa buzë të kuq dhe duhet t'i lyesh buzët me mërkur dhe vazhdimisht duke lëpir buzët edhe duke rënë në kontakt me mbështymën, ynë mërkurin në trup dhe termon në mënyrë të vazhdueshme. Po kush ja do të femër këto? Ti duhet të lash dhëmbët me kolinos, me floride, që të zbardhen dhëmbët dhe ti kesh të bukura dhe të elmojsh me floride. Nga ajri në elmojnë me aluminium, me strocium, me barium, që janë elemente shumë të rrezikshme për uljen e imunitetit dhe mbushjen e trupit ton me metale të rënda. Ne na godasin me vaksinat, ku futin oksid grafenit të cilin tashmë e futin dhe nëpërmjet ushqimeve, që ata që nuk morën vaksinat kundër Covidit, që ishin vaksinat e para të mbushura me këtë lloj metali, i cili si shta prodhuesi kryesor i saj Borla, i kësaj, si që është kjo kompania me madhe e vaksinat Pfizerit, tha mbas shpikjes dhe mbas bulimit të oksidit të grafenit, nuk kam zot jemi ne. Këta duan që nëpërmjet tyre elementve të shkëputin elementet e zjarit që ka njeriu, që janë 3 element të zjarit, cilët pozicionohen në kokë, dhe ne të na kthejmë vetëm në qenie fizike që të kemi vetëm 3 element, ujë, ajër dhe tokë, që janë ushqimet, pra toka. Pra ne duan të na shkëputin nga karma dhe nga rimishërimet të cilat realizohen nga kryusi dhe thjesht të prodhojnë një njeri që të mos ketë shpirt, mos ketë të rike dera farmacisë. Po, mos ketë element shpirtëror, që mos zjatem tash ti shpirtëror. Po, qartë, e kemi qartë. Se çfarë janë. Përveç saj, edhe teknologjia dhe këto valët të cilat ne i shpjeguam më përpara, ndikojnë që brezi i ri të ketë probleme me imunitetin dhe të jeti pa përgatitur në krahasim me ne që kemi jetuar shumë të lidhur me natyrën në mënyrë shumë organike. Cila është zgjidhja? Zgjidhje ka. Njerëzit mund të pastrohen dhe të gjejnë mënyrën e dur për të hequr metalet e rënda, ata nuk do na mundin dot ne, sidomos ata që janë elita kulturore që dinë si të pastrohen dhe të ruajnë imunitetin. Unë 100 gripe të edhin këta, 100 Covid të bëjnë mua zgjes më gjenë. Pse? Se unë di si ta gjej antidotin. Dhe të gjithë duhet luftojnë të gjejnë antidotin dhe ta përballojnë këtë luftë kundër depopullimit. Albatros dëshiroj diçka? Po, këtë çështja e shëndetit mendor është pak më komplekse se sa që u shtrua këtu. Fredi ka të drejtë te pjesa që ne si brez tani, pavarësisht moshës, a jemi të lindur para 2000 apo pas 2000, jemi duke u nështru një regjimi, pra po e them jo natyror të tjetuarit. Njeriu nuk është dizajnu për tjetuar si po jetojmë ne tani. Domethënë,